Këtë vit kemi regjistru numër të njëjtë për 9 muajt e vitit 2025, numër të njëjtë të pacientëve me vitin 2024, pra rreth 320-330, dhënat jemi duke i filtru për punu, dhe shumë shpejt do t'i kemi edhe të muajt fundit, të sakta, por shifët që numri është i njëjtë, do të si vitin 2024, si vitin 2025, rreth 320-330 pacientë. Pra kemi një plato sa i përket incidencës e rasteve të reja të smurave me kancer të gjirit. Ajo që theksohet se edhe këtë vit kemi identifikuar dhe trajtuar meshkuj dhe numri i tyre është dikun 3 meshkuj, 3 burra, të cilët kanë marrë trajtim onkologjik në klinikën tonë. Çelësi i trajtimit suksesshëm të kësaj smundje është pikërisht identifikimi i hershëm i smundjes, sidomos në fazën 0 ose fazën 1, kur jetëgjatësia e pacientëve është shumë e madhe. Meqenëse se këto 2-3 vitet të fundit kemi femra të atakuara me kancer të gjirit në një numër diq më të lartë se sa viteve paraprake nga mosha 40 deri 50 vjeçare, që është fenomen i ngjashëm me vendet e rajonit, sidomos me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Kjo duhet të bëhet edhe të ngulitet në kokë, të kemi një edukim shëndetësor të mirë fillt, që duhet bëjmë një kontroll të gjirit pa pas ndonjë shenjë ose ndryshim, po duhet bëjmë një kontroll kur gjiri është i pasmur dhe terapia imunologjike në klinikën e onkologjisë jepet për rastet të cilët kanë indikacion dhe të furnizimi ka qenë i rregullt përpos një periudhe shumë të shkurtër, për pacientë e marrin këtë terapi një kohë të gjatë. Numri i pacientëve është në ngritje ose trajtimet me këto terapi do të marrin kosto të lartë dhe numri i pacientëve të cilët kanë nevojë për këto terapi, për këto dy indikacione do të furnizohen dhe trajtohen në mënyrë të rregullt me këto bana.